të fundit, diçka që sapo ka ndodhur dhe e përcjell kolegja Ambrozia Meta në këtë momente në komunikim të DLPD, po ndjekim fillimisht të video, është ja ndjekim pa koment. Çfarë zyre private është që ka gjithë këto hartat e Tiranës? Shkruajton nuk e ka. Po vjen policia, prit këtu. Shpejt lutem. Po prit se do vi policia, prit këtu. Unë jam. Po vjen policia. Po vjen policia. Kush jeni ju që shihni vota, e blini vota? Kush je ti? Hajde këtu. Po pse fshiheni? Pse fshiheni? Përpara se të kaloj tek Ambrozia Meta, unë e kam mbajtur kolegun Omir Saraçi në transmetim, sepse do duhet ndalemi te disa zhvillime të fundit, pavarësisht lodhjes tënde Romir. Një koment shumë të shkurtër për këtë që sa po shohim në vazhdon e atyre që po denoncoja. Ishte ajo që po flisnim, ajo që unë guxova që deri diku ti etiketoj këta zyrtar, këta patronazhist, këta qelpsir, që shiko si ikin me vrap, që guxojnë dhe të intimidojnë edhe të blenë votat e qytetarëve. Ambrozia po, ndjekim lidhemi pak me Ambrozia dhe vazhdojmë së bashku pastaj. Ambrozia, përshëndetje. Ja ku e me zyrën e boshatisur. Për ta përmbledhur shkurtimisht, në fakt ne ndodhemi pak metra nga gjimnazi Petronili Luarasi, ku në fakt është zbuluar një zyrë me sa duket ku punonin, nëse mund t'i quajmë kështu patronazhist ose përfaqësues të Partisë Socialiste, që siç nga pamjet që ju e keni transmetuar, ata kanë qenë ambientet, operatori më ndihmon me pamjet, kanë qenë ambientet e kësaj zyre ku nuk ka pasur logo, ndërkohë që kodi zgjedhor e përcakton shumë qartë që nëse është një zyrë e cila ka një distancë një perimetër caktuar nga qendrat e votimit, do duhet gjithashtu që të ketë të vendosura logo. Ndërkohë që ka qenë një zyrë ku në një farë mënyrë punoi fshehurazi dhe në mënyrë klandestinçe. Në momentin kur është bërë video e parë dhe është denoncuar, në momentin kur ne kemi mbritur së bashku me kamerën e televizionit, ata kanë mbyllur fillimisht zyrën dhe më pas në pamjet në videon tjetër që ne kemi transmetuar, janë larguar me vrap, me nxitim, duke u maskuar, disa prej tyre me kapuç dhe kanë pasur laptop apo mjete të tjera. Siç e shihni tani nga pamjet e mureve, në videon e parë që ju keni transmetuar më herët, ka pasur disa harta të vendosura. Ju në këto momente shikoni me ndihmën e operatorit që në këtë sallë nuk ka më as edhe një nuk janë më hartat apo pjesa tjetër që po përdoren dhe kanë ngelur vetëm disa mjeta, është pak ushqim që ata kanë porositur, disa pije, që me sa duket kanë qenë përgatitur për të kaluar më shumë kohë këtu, dhe më pasi është zbuluar kjo zyrë, ja ku bëhet krahasimi ata janë larguar me nxitim duke u fshehur, duke marrë pasi kishin me vete laptop apo mjetet të tjera, çfarë e vërteton dhe më shumë faktin që kanë qenë duke bërë diçka të jashtëligjshme, sepse në momentin që ata do ishin duke ndjekur të gjitha procedurat që përcakton kodi zgjedhor, nuk do kishin pse të nxitonin. Po ja ku i shohim dhe një herë pamjet, ja mund shikoni Armela që këtu kanë lënë edhe ushqimin. Jo, Ambrozia, do të këshilloja mos prek asnjë gjë me dorë aty, thjesht vëzhgim, asnjë gjë e prekur, sepse ajo për mendimin tim është një sken krimi për policinë e shtetit. Dhe besoj janë minuta mjaftueshëm në dispozicion që aty kishte mbërritur të paktën një patrull policie. Dua vetëm të tregoj që kanë porositur ushqim dhe ka pasur edhe shumë, kanë pasur pije apo kokoshka dhe gjëra të tjera, pasi janë përgatitur për të punuar më gjatë. Në momentin që është bërë denoncimi, ka dalë video, ne kemi mbritur, janë zhdukur hartat nga muret, tu e shihni që nuk ka më shenja të tyre ndryshe nga video e parë dhe kanë qenë të gjithë duke ikur me nxitim në një situatë shumë të tensionuar. Kanë dalë, ju e shihni që janë me kapuç të maskuar, janë munduar të fshehin fytyrën, edhe një nga zonjat në fakt që më pas ka dalë sërish madje më vonë, ju ndihmojmë dhe me pamje sepse kemi pas mundësi ta xhirojmë më vonë. Dhe zonja ka ikur, dhe në momentin që ka ikur ka qenë e maskuar, pra kanë qenë duke ikur në mënyrë klandestine me laptop, me kompjutrat e tyre. Po, mënyra si kanë vrapuar dhe kanë sekuestruar gjithçka. Ja duket në këtë video Ambrozia. Dhe kanë mbledhur gjithçka. Në të majt, për ta shpjeguar edhe një herë.